Sastivesa vorenghe, mangafte penaftu menge bahtalo pa 7 novembro odive romane Cibiako. Mbi 10.000 njerëz në Shqipëri flasin gjuhën rome, sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Ndërkohë që sot në ditën ndërkombëtare të gjuhës rome, Saad Kazanxhiu, nënkryetari i komunitetit për pakicat kombëtare, thekson se gjuha rome duhet jetë pjesë e sistemit arsimor në mënyrë që të ruhet dhe zhvillohet. Gjuha rome është në një rrezik shumë të madh për të humbur, për shkak se është një gjuhë që ka mbijetuar prej shekush vetëm në kontekstin e të folurës, dhe sot e kësaj dite ne jemi në një moment që duhet të marrim politika konkrete për ta dokumentuar të gjuhë, dhe për fat të mirë në fakt ka shumë studius të gjuhës rome të cilët kanë punuar për atë dhe ka shumë kurrikula të cilat janë të gatshme dhe për të bërë pjesë e mësimdhënies. Kazanxhiu tregon se si babai i tij hapi shkollën e parë në Fier për gjuhën rome, ndërkohë që ai po e vijon këtë mision. Ai shprehet se janë në diskutim për futjen e programit të gjuhës rome në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Aktualisht ne si Komiteti për Pakicat Kombëtare jemi në një diskutim me Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ku do të hapet edhe një program për gjuhën rome, si një lloj projekti pilot, dhe me shpresë ne mund të fillojmë shumë shpejt dhënien e gjuhës rome në Universitetin e Gjuhëve të Huaja. Zëvendës Ministre e Shëndetësisë Ina Majko, pjesë e këtij komuniteti, ju ka bërthirë romëve të dërgojnë historinë e tyre familjare në një platformë të dedikuar, nëpërmjet të cilit do të mund të ruhet historiku i romëve në vendin tonë. Nga data 5 nëntor deri në 8 prill, dërgo në opreroma@gmail.com historinë e familjes tuaj. Një kujtim, një rrëfim, një copës krenarie, sepse çdo histori e vogël është pjesë e një historie të madhe. Ndërkohë kujtojmë se disa vite më parë në Elbasan nisi mësimdhënia e gjuhës rome në 2 shkolla dhe aktualisht mësojnë rreth 200 nxënës të komunitetit rom.